Protestat e punëtorëve në rrugë nuk e bindën qeverinë. Paga minimale rritet për 1.667 denar dhe jo në total 36.000 denar, siç kërkonte LSM. Në Këshillin Ekonomiko-Social prezantuan informacionin e rritjes së pagës minimale, e cila, siç bëri me dije Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, do të jetë 26.046 denar. Këtë harmonizim, paga minimale e cila në vitin 2025 arriti në 36.037 denar në shumën bruto, për vitin 2026 do të jetë 38.507 denar bruto. Përkatësisht 26.046 denar neto. Kjo paratjet rritje prej 2.470 denar në shumën bruto. Përkatësisht 1.667 denar në vlerë neto krahasuar me vitin 2025. Kjo është zgjidhje sistemore dhe përcaktuar me ligj. Kryeministri Kristian Mickoski njoftoi se rritja e pagës do të nisë nga muaji prill. Sot në rend të ditës është informacioni për nivelin e pagës minimale që do të jetë në vitin 2026 sipas ligjit. Pres që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë ta miratojmë si qeveri dhe pastaj natyrisht nga prilli të fillojë pagesa sipas nivelit të pagës minimale për marsin. Presim që dialogu bipartit ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve të vazhdojë dhe të intensifikohet. Ne si qeveri gjithmonë jemi në dispozicion për të ndihmuar brenda mundësive dhe kompetencave tona. Kryeministri tha se me vendimin e qeverisë pajtuar të gjitha sindikatat e tjera, ndërkaq që lidhja e sindikatave të Maqedonisë lëshoi mbledhjen, kur dëgjoi se sa do të rritet paga minimale. Më pas në Facebook, kryetari i LSM Slobodan Trendafilov kërcënoi përsëri me protestë. Është për të ardhur keqe që qeveria, punëdhënësit dhe të gjitha sindikatat e tjera të jenë të njëjtit qëndrim, dhe ajo është që paga minimale vetëm në mënyrë ligjore të harmonizohet dhe jo të rritet. Për fat të keq, lufta vazhdon sërish në rrugë në mes të marsit. LSM në protestat e njëpasnjëshme që ka pasur ka kërkuar pagë minimale prej 600 eurosh dhe rritje të pagave tjera për 100 euro.